ju keni jetuar me dallime të thella kulturore, si i ri, Zeka, me pjesën tjetër të shoqërisë që ka lëndruar në të mirat e atij regjimi, dhe po nga i regjim keni përjetu nga ata shqiptarë si shtatë dhe tortura, dijen me emra dhe mbi emra njerëz, dhe sot në liri gravitojnë në hapësirën publike mbas edhe si figura heroike. Po, si vjen morë heq. Dhe ju shpërthyet në kuvend si rezultat edhe i përjetimit këtyre dallimeve kulturore, Zeka, po? Ma shumë ka qenë shpërthem kundër drejtimit të gabuar që kish morë politika në atë kohë, në kry edhe me Hashim Thoqin, edhe me Kadri Veselin, edhe me Ramush Haradinajn, edhe me Fatmir Limajn, që po i rehabilitonin njerëzit që realisht do duhet ishin në burg, edhe do duhet dënueshin për krimet kryera kundër shqiptarëve. Njerëz cilët na kishin dhunu, na kishin përdhunu familjarët tonë në përdhomat e tuesisë. Qifte unë kam folë para shumë viteve kam folë për Mehmet Locin, kam folë për Aslan Slavnikun, kam folë për Flamur Kelmendin, i cili ka qenë prokurori asoj kohë. Flamur Kelmendi e ka dënu babën e grus time, Bacin Rifat Biringjikun, babën e ish grus time. 5 vite burg, vetëm pse ka ardhur në vizitë une. Flamur Kelmendi e ka arrestu, ka dha urdhër mu arrestu Dostan Bujupi, që është babgjyshi Albina Reshitajt, të cilin e akuzon, thot, ke lexu literaturë armiqësore të cilin e ke morë prej Mlaj Mzekës. Kur quhet Baci Dostan, në proces gjyqësor, edhe thot, po unë jam analfabet, bre, nuk di shkrim e lexim. Ky ja ndron akuzën, thot, ai ka lexu, ti ke ndëgju. E arreston Bacin Ramadan Shalën, burrin më të madh Dugaxhinit. E dënon për herën e tretë, vetëm pse ai përmes Bacit Rifat na dërgon një letër, ku thot që do ishte mirë mu ofru me Xhafer Shatrin. Mu ma dërgon një letër, thot është mirë mu ullë me bisedu me Xhafer Shatrin, me vazhdu me arrit një farloj bashkimi, një farloj koordinimi. Dënohet ky grup, dhe këta, do me thonë, njerëz të cilë krenohen, po Adriatiku krenohet me Bob, thot, Bob si jam s'ka pos hiç kërka, apo kuptan? Historia mbetet aty, do duhet mos në shojt, mos retushohet. E tash, shpërthimi jemi ishte ky, do thot, kur unë e shisha Hashim Thoqin, jaran për krykreje me Baton Haxhiun, me Adriatik Kelmendat, me Tom Goshin, kur e shisha që Kadri Veseli e thërë ke veton surrojnë me pi kafe në kuvend. Apo kuptan? E i rehabilitoj ke njerëzit të Serbisë, cilët ishin dëshmu që këshin punu tanë jetën për Serbi. Ky ka qenë shpërthimi im kundër shokëve të mi, të cilët i kam pas edhe vazhdoj t'i kem herot luftës. E cilët i kam pas, e vazhdoj t'i kem, e do t'i kem ta njetën, si zhgënimin tim më të madh të pas luftës. Ridvan, bashkë në atë legjislaturë, Albin Kurti nuk dojke me u betu para flamurit Kosovës. Nuk u qojke në kom, u bajke luft aty. Kishin vu këto, na, po na, ju thojna Znoçk, ju kena thonë sërbesht, ajo u ko zhargon popullor. Kadri Veseli, për me u talë me Albinin e me këta,
e duke më pos mu mik edhe familjar, ju vetëm që një në kadrinë si fëmi, po janë 2 vajzat e dajs tem, dajs Shaqer Sylani që u vron luft, 2 qikat e dajs Shoq janë për vllazën të kadris të martume. A vëtan? Dajn Gjof, të zjajmone, qika dajs tem, që u konë po ashtu në legalitet të shuqe klos tem, është gruja e Sabitit, Sabit Gecit, Sabit Veselit. Po, ndjerit, po. Të ndjerit. Po. Po, aja ka dhonë edukatën patriotike Kadri Veselit. Sabiti ka qenë... Sabiti, imaginoti të zënajmon e kumpos edhe e kam sa është gjallë për fat, ma motër se motrat e mija, a? Edhe tash duke pos Kadria që ta fërsi me mu, familja em, ku e ki Znaqken, pse se ke qitë tha Znaqken mu bodhe të patriot si këta. Original që kanë fjole atina. U qu Tom Gashovici, po, Tom Gashi, i cili, për dvet me njeri më ka full kes në kibe kelmendi. Për dvet me njeri, që thot i ka shti me puth flamurin e Serbis në zyre ti e ka pos për bol supit zyren, e u kod gjykac në kohën e Miloševiqit dhe në vitin 1993. Tha, i ka thonë Kadri Veseli Znaqka. E jena ka unë në tavullin, e Kadri Veseli, Samil Ushtaku, po i në kohë 2-3 vetë, po të foli për njerëz gjallë, kur Kadri Veseli me gojen e vetëm ka thonë, tha valla Emel, tha, kum gabu se të edin që ka pas imitu edhe Rahmetlia Ademi Kullovci. Kadria gjithi kalion fjalit dhe në gjyst. Tham ka thonë dhe nusja e ki obligim moral me dal në konferencë shtypi me esharu që të punën e Znaqkës. Kadria më ka thonë me gojt vetë, kur nuk doli. Apo kuptan, këtyne fort ju ka konvenu mu për qo shukët me zveti. Fort u kanë hop grupi, u bo grupi Kadris e grupi Hashimit mrena Partisë Demokratike. Për interesa totalisht jo parimore, po për shkak të intrigave që ty në faru të boshav që u futën Parti Demokratike si me satelit, erdhe edhe derit e përqamja me Fatmir Limen. E shumë gjona tjera. Njëjtën skeme ka përdor Ramush Haradini. Njëjtën skem. Njerëzët, Ridvan, njerëz janë të incizum, e që kanë thonë që Haradinajt kanë myt njerëz me tërna kop. Sot dolin fotografi me nënën rrugë. Sot dolin fotografi me nënën e Ramush Haradinajt. Njerëzve, cilve vetë Ramushi, ju ka thonë live në studio televizive, ti e tradhtar, ti ke boshkelje, tradhti kontore, ti e kon kështu, në fund ti ka thirrë në përdarsma. Apo kupton ku e kanë degradu këtë. Dhe krejt këtë qorbë, s'po dune me hitë të gjykata speciale, që na ka thirrë, po Kadria ka qenë gjithmonë kundër gjykatës speciale. Për hir dë vërtetës këte po ta them. Jëm konë, madje jam edhe dëshmitar i një përplasje shumë të madhe të Kadri Veselit edhe ta Shënthoqit për formimin e gjykatës speciale. Kadria ka qenë në mënyrë kategorike kundër, por Hashimin e kishin bind administrata amerikane, administrata e Barack Obamas, grupet që tash po shihet kush e kanë bërë. Edhe server tha, bëm gabim, tha që i bëm presion Kosovës. Eksakt. Por për te i gabimit shumë të madh, unë prapë e konsideroj si rastin ma heroik që e ka bo Hashimi. Pse? Se e ka vunë peshore interesin e shtetit Kosovës mbi interesin e vetë personal. Se është ditë që target i kësoj gjykote do jetu që këja. Ma vonë është kuptu që krejt qorbën e gjykotës e ka përgadit Serbia.